Kush po sulmon në mënyrë të organizuar Kiarën dhe Luizin. Çfarë duhet të ishte një moment feste u kthye papritur në një betejë nervash për çiftin më të komentuar të momentit. Dje, Luizi dhe Kiara publikuan trailerin e parë të filmit të tyre të përbashkët, i cili pritet të mbush kinemat në shkurt të vitit 2026. Për shkëlqimi i këtij njoftimi u tentua të zbehej nga një lum i papritur komentesh negative. Por prisni, sepse nuk bëhet fjalë thjesht për fansa të pakënaqur. Luizi dhe Kiara kanë denoncuar publikisht se ky është një sulm i organizuar me profile falso. Luizi nuk ka përtuar të demaskoj hapur armiqt e padukshëm. Ai ka publikuar një screenshot të një platforme që shet komente, duke shpjeguar mekanizmin e pesët. Dikush po paguan palë të treta për të gjeneruar trafik artificial dhe urrejtje në profilet e tyre. Qëllimi, sipas Luizit, është manipulimi i opinionit publik dhe presioni psikologjik. Me stilin e tij direkt, ai e mbylli reagimin me një frazë epike për ata që fshihen pas këtij sulmi. Shkurt muhabeti, jeni zhull. Nga ana tjetër, Kiara ka publikuar profilet konkrete, llogari me emra të çuditshëm, shpesh nga India apo vendet e lindjes, që s'kan asnjë lidhje me filmin shqiptar. Por janë programuar për të hedhur vrirë. Përballë këtij fjalori të ulët dhe për të respektuar ndjekësit e vërtet, çifti mori vendimin drastik të mbyllin komentet. Kiara sqaroi se kjo u bë për të mos lejuar që zhurma e pak zërave të ndot punën e tyre. Tani, pyetja e madhe është: kush është aq i dëshpëruar sa të paguajë para për të sulmuar Luizin dhe Kiarën me bots? A është xhelozi apo konkurrencë e pandershme? Na thoni mendimin tuaj. A jo duket normale kjo luftë digjitale?